Nëse Eva nuk do donte të ishte pjesë e një telenovele të tillë, të cilën vlen të theksohet fakti se e shkaktoi ajo vetë, pse duhet të bënte një koment ku të përmenden fondet publike të cilat automatikisht lidhen me vjedhjet e parave të shqiptarëve në një dasëm e cila nuk ishte as e saja, ishte një dasëm e cila i përkiste një partneri që ajo ka qenë e lidhur për shumë vite, por është ndarë përpara shumë vitesh. Në një emision ku ishte i ftuar në panel edhe një mik i afërt i familjes së Cindy Morinës, producenti i mirënjohur i cili organizon Miss Universe në Shqipëri, tha se Cindy nuk është as pak xheloze për marrëdhënien që Genari ka patur me Evën. Dhe në fakt ai e quajti Evën si vajza e cila ishte xheloze për marrëdhënien që ka Genari me Cindyn. Gjithashtu moderatorja Bjeta Sula hodhi dhe një aludim tjetër. Ajo tha se ai koment nuk ishte për Genar Topallin, por ai koment ishte pikërisht për Cindy Marinën. Pra Cindy Marina që nga vajza e cila përndjek me akaunte në TikTok dhe komenton në anglisht Eva Muratin. Sigurisht ky aludim u hodh poshtë nga Eduardeta, duke thënë se Cindy nuk ka kohë të merret me gjëra të tilla, ajo është krejt e lumtur në marrëdhënien e saj. Në fakt është bërë një dramë e madhe.